Kryeministri Hristian Mickoski nuk heq dorë nga qëndrimi që paga minimale të rritet në mënyrë lineare. Megjithatë, ai shpreh se nëse arrihet marrëveshje mes punëdhënësve dhe punëtorëve, ata vetëm do ta përshëndesin vendimin e tyre. Mirpo, kjo si shtoi, do të paraqes problem për sindikatat me të cilat sot u arrit marrëveshje për rritje graduale të pagave. Nëse arrihet marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëtorët, atëherë praktikisht ne mund vetëm ta mbështesim dhe përshëndesim, por atëherë do duhet që edhe kjo marrëveshje që e kemi me këta dy degë të sindikatave ta nivelizojmë, sepse atëherë llogaritja në metodologji do të tregojë se përputhshmëria me pagën minimale është shumë e lartë, e rritur me një përqindje të caktuar dhe në ato para në buxhet nuk i kemi. Mes kryeministrit dhe sindikatave të punonjësve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve dhe asaj të administratës shtetërore, u arrit marrëveshje për rritje të pagave deri në 40% deri në vitin 2028. Sot drejtësia përfundimisht ra në vend. Kjo rritje duhet të ndodhte para një viti, por dua të them se ky është një moment historik. Ne nuk do të ndalemi këtu dhe do të vazhdojmë me bisedime, sepse e dim se marrëveshja kolektive në sektorin publik ka skaduar dhe duhet të ulemi dhe të nisim një të re. Pas një viti e gjysmë bisedimesh arritëm marrëveshje me qeverinë, pra për rreth 10.000 punonjës do të nënshkruhet marrëveshje kolektive për secilin individualisht, me çka përfundimisht të punësuarit e gjyqësorit do të kenë metodologji të rritjes së pagave. Por ndryshe në marrëveshjen me kryeministin nuk përfshihet lidhja e sindikatave Maçonisë, e drejtuar nga Slobodan Trendafilov, e cila ka paralajmëruar që të martën do të bllokojë kuvendin, duke kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe të gjithë pagat e tjera për të paktën 6.000 denar.